sot në Shqipëri është një e vërtet që nuk mund të fshihet më. Është një alarm kombëtar, është një realitet që kërkon vëmendje urgjente. Rastet janë në rritje të vazhdueshme dhe gjithnjë e më shpesh po prekin moshat edhe më të reja. Por a është rritur sistemi ynë me të njëjtin ritëm? Jo. Kjo krijon një boshllëk të rrezikshëm mes nevojës dhe asaj që sistemi mund të ofrojë. Sot Shqipëria shpenzon vetëm 2.9% të GDP-s për shëndetësinë, që është niveli më i ulët në rajon, ndërkohë qytetarët paguajnë nga xhepi deri në 60% të kostove për shëndetësinë. Kjo do të thotë që një gjë është e thjeshtë, sistemi nuk po i mbron qytetarët. Në onkologji situata është edhe më dramatike. Spitali onkologjik funksionon me rreth 70 shtretër dhe 19 poltron. Rreth 46% e barnave antitumorale nuk janë të disponueshme në treg. Ka pajisje jashtë funksionit të cilat kanë lënë qindra pacient pa trajtim dhe ndërkohë ne flasim për shëndetësi falas. Kjo nuk është mungesë mundësie, kjo është mungesë prioriteti, sepse kur një shtet gjen fonde për çdo gjë tjetër, por jo për jetën e qytetarëve, atëherë kemi një problem politik dhe jo thjesht shëndetësor. Ne themi qartë, nëse sot kemi 19 shtretër apo 20 poltron, nesër duhet të jenë të paktën 2 fishi i tyre. Nëse sot kemi mungesë fondesh, mungesë barnash, fondi duhet të shumëfishohet realisht dhe jo simbolikisht. Nëse sot pacientët presin me javë të tëra, sistemi duhet të funksionojë me urgjencë dhe jo me burokraci. Sepse çdo vonesë në onkologji nuk është statistik, është jetë. Dhe po, prognoza e sëmundjes nuk është gjithmonë në dorën tonë, por dinjiteti i trajtimit patjetër që po. Ne mund të zgjedhim, të ulim radhët, të japim akses në terapitë më të mira, të mos detyrojmë më qytetarët të largohen jashtë vendit për të shpëtuar jetën e tyre apo të familjarëve të tyre. Sepse sot shumë shqiptar kurohen jashtë jo nga dëshira, por nga mungesa e alternativave që nuk ekzistojnë në Shqipëri. Ky është realiteti dhe ky është momenti për ta ndryshuar, jo me fjalë, por me vendime, sepse shëndeti nuk pret dhe jeta nuk negociohet. Unë ju falenderoj të gjithëve. Ja kaloj fjalën deputetes së Parlamentit, zëvendës presidentes së Partisë së Lirisë, zonja Theresa Xhixha. Përshëndetje, faleminderit doktoresh Florida, të nderuar pjesëmarrës, miq, doktor me shumë eksperiencë, jam e nderuar që jam në këtë tavolinë. Në fakt, çështjet e shëndetësisë, duke qenë anëtare e Komisionit të Shëndetësisë në Parlament, absolutisht që jam angazhuar edhe më shumë se që kam pasur angazhim më parë, sepse janë çështje që prekin çdo qytetar shqiptar. Mospasja e një shërbimi shëndetësor cilësor sot do të thotë që të mungojë një shërbim jetik për qytetarët. Në vazhdimsi kam kërkuar me forcë brenda Parlamentit interpelanca për çështjet që ngriti doktoresha tani, për çështjen e onkologjikut. Ka një raport kontrollit lartë të shtetit shumë dramatik për situatën në sistemin shëndetësor tek onkologjiku dhe ende sot mbas 3 muajsh kjo interpelancë nuk kryhet në Parlamentin shqiptar për të vetmen arsye sepse kjo majorancë ka frikë për balljen dhe të vërtetat që shqetësojnë qytetarët sot. Gjithashtu kam kërkuar interpelancë për sistemin e spitalit apo atë çfarë po kalon spitali i traumës sot që flasim dhe më lejoni t'ju paraqes disa të dhëna. Që nga dhjetori 2025 ky spital nuk funksionon me kapacitet të plot për shkak të rikonstruksionit i cili do të shkojë deri në 2 vite. Por në momentin që një spital traume i vetmi kombëtar nuk funksionon, do të thotë që praktikisht ti ke cënuar sigurinë kombëtare. Pse e them këtë? Sepse larg qoftë të ndodhi një tragjedi, të ndodhi një problematik, ne sot që flasim nuk kemi një spital i cili të mund të adresojë në kohë reale gjithë problematikat e sistemit. Janë 10 salla operative të mbyllura ku nuk kryhet asnjë
ndërhyrje. Nuk kryen ndërhyrje apo shërbime sot për sa i përket ortopedis, ka mungesë të protezave, ka shërbime okulistike që nuk ofrohen më në këtë spital, trajtim të këmbës diabetike nuk ofrohet më në këtë spital. Pra janë një sër shërbime që megjithse po rindërtohet, nuk janë marrë masa që të ketë mundësi që qytetarëve mos t'i mungoj ky shërbim shumë i domosdoshëm. Gjithashtu njëra pacient janë në lista pritje. Ndërkohë që e dim shumë mirë që shëndetësia nuk pret, shëndetësia është me minuta, me fraksion sekondit ti mund shpëtosh një jetë. Shumë nga operacionet shtyhen, rastet jo urgjente janë braktisur, pothuajse plotësisht, dhe kjo i detyron çfarë? Pacientët të shkojnë ose tek privati, ku do duhet paguajnë shumë dhe ose të trajtohen jashtë vendit. Ndërkohë të moshuarit mbeten pa shërbim për shkak të listës së madhe të pritjes. Në këto salla operatore, dhe këtu kam raste flagrante personale të kolegëve të mi që kanë marrë infeksione, sepse ka baktere të rrezikshme, dhe kjo jo vetëm nga inspektimi i tyre i brendshëm, por edhe nga investigimet që janë bërë, janë rreth 3 baktere të rrezikshme, të cilat çfarë sjellin për qytetarët? Sjellin që ndërhyrjet që ata bëjnë të jenë të pamjaftueshme, të përsëriten dhe të vënë në rrezik jetën e pacientëve. Kam pasur raste kolegëve të mi që kur kanë shkuar jashtë vendit, mjekët atje kanë zbuluar infeksione bakteriale shumë të rënda në këto salla. Të mos harrojmë gjithashtu një deklaratë skandaloze, shumë të rëndë, të ministres së shëndetësisë, e cila pranoi fare hapur atë që unë kam ngritur me forcë që në dhjetor kur diskutonin buxhetin për shëndetësinë, që siç e tha dhe doktoresha është më i ulti në rajon, që mbas datës 20 të çdo muaji nuk mund të kryhet asnjë analizë në QSUT. Kjo është e papranueshme, kjo është rrezikosh jetën e qytetarëve. Si mundet një qytetar që smuret datë 22, 23 të çdo muaj apo 31 të mos kryej analiza, ndërkohë mjekët mund ta thonë fare qartë që një pacient ka nevojë për disa analiza brenda ditës dhe jo më të mos jepet fare ky shërbim. Pse ndodh kjo? Sepse ky shërbim i është dhënë koncesionarit, i është dhënë privatit. I është dhënë privatit, praktikisht shteti ka hequr dorë nga ky shërbim dhe nga përgjegjësia që ka mbi qytetarët dhe nga ana tjetër kërkojnë fonde. Dhe qytetarët njëherë edhe nga kjo propaganda shumë e madhe e rilindjes thonë se nuk ka para buxheti i shtetit për shëndetësinë. Të nderuar qytetar, jo ka para, po ka 4.2 milion euro që janë shpenzuar vetëm për kënaqësinë e kryeministit në një kopsh Eden, dhe ku po merren dhe 700.000 euro për vaditjen e këtij kopshi. Nja 4 miliardë euro për rrugët e Florinta që ngelën rrugëve dhe pam se si u bllokua Juglindja. Nja 400 milion euro vetëm për incineratorë që nuk ekzistojnë. Pra duhet kuptojmë që para ka, çështja është që kjo qeveri shëndetësinë falas, jo vetëm që kishte propagandë, por sot po rrezikon çdo ditë jetën e qytetarëve. Së fundmi disa të dhëna për onkologjikun, sepse janë mbi 7.000 raste në vit për kancerin. Është një smundje e cila është një dramë familjare, është një dramë sociale që prek shumë miq tan kanë humbur jetën për shkak të kësaj smundje. Por çfarë ndodh? Për kimioterapi ka vetëm 19 poltrona, ndërkohë që ka 100 pacientë ditë. Ndërkohë Kosova ka 100 poltrona. Kosova arrin të përmbush detyrimet e saj të shërbimit shëndetësor, një vend i ri, ndërkohë që Shqipëria i lë pacientët e saj me këtë smundje të rëndë në poltron, në karrige të marrin kimioterapi, pa ngrohje të marrin kimioterapi, gjë që është e papranueshme. Po për gratë, vajzat që vuajnë nga kanceri ginekologjik, prej muajsh mungon brakiterapia. Është një pajisje e cila është e domosdoshme për gratë dhe vajza, mbi 9 muaj që mungon. Dhe deklarata e ministres është që brenda 2026 do marrin pajisjen. PET skanin brenda 2026. Po si mund të pranohet, si mund tolerohet që të vëmë në rrezik gratë, vajzat, pacientët tanë, ndërkohë që ajo pajisje absolutisht është një pajisje që mund merret në kohë shumë të shkurtër dhe mund të shpëtoj jetën e shumë grave dhe vajzave që sot ende rrugëve të pa shpresa. Plus gjithë stresi psikologjik që kalojnë,
por përballen me një sistem shëndetësor që i nxin jetën. Dhe fondi i barnave për pajisjet e onkologjiku është 13 herë më i vogël se fondi për koncesionet. Pra para ka për koncesionet kjo qeveri, po kur vjen puna për ilaçe, siç e tha dhe doktoresha, KLSH-ja në vitin për një periudhë 2021-2025 ka thënë qartë që 46% e barnave nuk janë importuar. Nuk ka pasur fare barna të tillë në sistemin onkologjik. Dhe është e papranueshme dhe nuk vjen ministra të japi llogari në parlament. Këto janë disa nga çështjet që unë doja të shqyrtoja, por edhe nga seksi duhet ja vëmë dhe diçka e shumë alarmante dhe që në fakt rrëzon dhe gjithë fasadën, sepse u thash shëndetësi falas, por 60% e gjithë kostove është nga xhepi jam. Është duke marrë kredi, është duke marrë borxh, ndërkohë që një shtet që nuk ofron dot sistemin shëndetësor, shërbimin shëndetësor, absolutisht është një qeveri e dështuar dhe e cila absolutisht nuk ka më as legitimitet as moral të drejtoj. Kjo tryezë nuk është vetëm e forcëve që do flasin këtu, që do ndajnë jo vetëm eksperiencat, jo vetëm një ekspertizë të profesionale në sistemin shëndetësor, por është e gjithë pranishmëve dhe ju ftoj që kur të doni të ndërhyni për eksperiencat tuaja apo për gjithë atë kalvarin e madh të përpjekjeve, të shqetësimeve që ju kaloni çdo ditë në sistemin shëndetësor. Faleminderit edhe mirënjohje shumë për gjithë pjesëmarrjen tuaj. Derisa të falenderoj, në fakt gjithçka që u thash